O ti besimtar dhe besimtare, dije se besimi yt ka vlerë më të madhe se gjithë pasuritë e kësaj bote. Sot njerëzit janë gati të humbasin fenë për një rrogë më të lartë, për një vend pune haram, për pak ndjekës në rrjetet sociale, por e harrojnë se në ditën e gjykimit vetëm besimi do të shpëtojë. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të vinë kohë kur njeriu do të zgjedh mes fesë dhe dynjas, dhe do të zgjedhin dynjan. Mos u bë për i tyre, ruaje besimin tënd edhe nëse të kushton me rehatin e kësaj bote, sepse Allahut i përkasin thesaret e qiellit dhe tokës, dhe ai nuk të braktis kurrë kur ti e zgjedh atë. Tregohu burr në fenë tënde, dhe Allahu do të nderojë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër.